Apo shndrohet droni në Kalashnikovin e ri. Për dekada me radhë, Kalashnikov është simbol i luftës moderne. Armë lire, thjesht për përdorim dhe mjaftueshëm efektive për të ndryshuar balancën në territor. E sot këtë rol po fillon ta merr droni FPV. Nëse të intereson ky lloj kontentit, atëherë bëni follow faqen. Një pajisje e vogël e drejtuar me kamerë nga perspektiva e pilotit, po e ndryshon mënyrën se si ushtarët vëzhgojnë, afrohen dhe e godasin objektivin. Deri vonë fuqia ajrore lidhej me avion, helikopter dhe sisteme të shtrejta që kërkonin pilot, baza, mirëmbajtje dhe zinxhir të gjatë të komandës. Por dronët FPV e kanë ulë këtë fuqi në nivelin e një njësiti të vogël në terren. Një ushtar me trajnim bazik mund të shohë objektiva në kohë reale, të ndjek dhe të godas me saktësi, pa prit artilleri apo aviacion. E kjo është më e rëndësishme, sepse po e ndryshon ekonominë e luftës. Një mjet që kushton pak mund të detyrojë kundërshtarin të mbrohet me pajisje që kushtojnë shumë më shtrejt. Në fushë betejë, çmimi i sulmit po bie, ndërsa çmimi i mbrojtjes po rritet. Për këtë arsye ushtarët po e trajtojnë dronin si pjesë normale të pajisjeve ushtarake, jo si teknologji speciale për njësi të kufizuara. Në të ardhmen, ushtari që ditë të përdor dronin do të ketë avantazh të ngjashëm me ushtarët që dikur kishin armë automatike. Dhe kjo është arsyeja pse shumë ushtri po e shohin atë si armën më të rëndësishme të dekadës së ardhshme.